Në shkollën fillore Mihail Grameno të fshatit të Blac, sikurse në të gjitha shkollat e tjera fillore dhe të mesme, dita e fundit e këtij gjysmëvjetori nuk ishte thjesht një mbyllje procesi, por një festë suksesi. Mësuesja Azemine Saiti Avdiu tha se ky gjysmëvjetor ishte plot sfida, mësime të reja dhe suksese të arritura me përkushtim, ndërsa zilja e fundit njoftoi fillimin e pushimeve dimrore. Nxënësit duket se morën lirinë e plot për të shijuar pushimet pa peshën e detyrave të rënda. Jemi të kënaqur nga puna jonë dhe nga mësimdhënia e nxënësve. Gjithçka ka shkuar ashtu siç e kemi planifiku, do të thotë ka qenë i suksesshëm. Unë personalisht nuk i kam angazhu aq tepër, do të thotë me nga një lektyrë të vogël vetëm, sa të kenë pak leximin ta ushtrojnë më tepër edhe në pushim, kurse pjesa tjetër mbetet të jenë pak më të liruar, mos të kenë angazhime të tepërta, edhe ata le të festojnë pak, le të jenë më të lirë. Për një pjesë të nxënësve, ky gjysmëvjetor ka qenë një udhëtim zbulimesh. Për disa, ndryshimi ka qenë më i ndjeshëm, siç ishte kalimin nga cikli klasor në atë lëndor. Kemi mësuar shumë gjëra të reja, kemi bërë shumë ushtrime të bukura dhe jemi kënaqur. Cila ka qenë lënda më e preferuar dhe ku ja angazhon ndoshta më shumë ose më me shumë qefi ke bërë dhe detyrat edhe i ke mësuar mësime? Matematika. Shumë mirë, ishte edhe një ndryshim i madh sepse nga klasa e 5 dolim në klasën e 6, e cila na ushton shumë sos, shumë lëndë, por kur mëson ja del. Unë kam i kalu pushime dimror, kam e shku me vizitu vende, kam e kalu me familjen time dhe kam e lexue një libër që më ka dhënë mësuesja. Shumë. Unë kam mësuar shumë mirë dhe me shkruajt edhe me lexu. Për pushimet e dimrore, nxënësit kanë plane të ndryshme. Ata bëjnë apel që bashkëmoshatarët të shmangin qëndrimin e tepërtë në telefon dhe të shfrytëzojnë kohën e lirë për lexim, lojë dhe shoqërim. Unë për pushimet dimrore do të kaloj kohë me familjen. Do lexoj ndonjë lektyrë apo ndonjë libër. Pëlqen lexime? Po, pëlqen. Në kohë të lira kam qef të lexoj lektyra. Po telefonin e përdorni? E përdori, por jo shumë shpesh. Unë ju bëj apel të gjithë familjeve të mos qëndrojnë në telefona, të lexojnë lektyra që ju kanë dhënë mësuesit. Po me shokët keni bë plane, keni bler ndonjë top tash? Jeni më të lirë për të luajtur ndoshta futboll ose basketbol? Kemi bler në top këto 3 javë pushim që i kemi në këtë gjysmëvjetor të parë, që ka përfundu, do të luajnë me shokët. Pushimet dimrore do zgjasin 3 javë, ndërsa nxënësit pritet i kthehen bankave shkollore në 20 janar, të pushuar dhe më të motivuar për vazhdimin e vitit shkollor.